Përshëndetje, përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Ky është leximi i muajit tetor të vitit 2022. Ju uroj një muaj të mbar. Është një lexim i përgjithshëm. Kush e gjen veten te ky lexim, le të bëj subscribe. Në këtë muaj hëna është në shenjën e dashit në datën 9 tetor, ku do të sjellë një energji të fortë për shenjën e dashit, një energji të fortë pune dhe fillimi i muajit është shohim që personat e shenjës së dashit janë duke punuar shumë fort, një pjesë janë duke punuar shumë fort, ndoshta në një punë zanati. Për personat e tjerë mund të jetë një punë e dytë, ndoshta e kanë një punë dhe dëshirojnë të bëjnë një punë të dytë, një punë zanati. Dhe për disa persona të tjerë, ndoshta për të rinj që mund të kenë mbaruar një shkollë zanati, janë duke menduar për të hapur një biznes që ka lidhje me këtë zanat. Ndërsa për beqarët shohim që po punojnë shumë fort dhe janë duke menduar, ndoshta kanë krijuar një lloj stabiliteti dhe janë duke menduar për një njofje të re. Këtu shohim domethënë që fillimi i muajit ka iniciativa pune për të gjithë personat e një pjesë të mirë të personave të shenjës së dashit. Dhe kemi mbretin e monedhave. Mbreti i monedhave është në shenjën e Bricjapit. Saturni është planeti i Bricjapit, ku tregon se vendos një rregull në punë dhe personat e shenjës së dashit janë persona që kanë punuar shumë fort. Është një personat që kanë punuar shumë fort dhe kanë pasur të ardhura të mira nga puna e tyre. Dhe shohim që këta persona janë duke ndihmuar në këtë duke ndihmuar me ide pune ose në lidhje me këtë biznes që disa persona të shenjës së dashit po hapin, janë duke ndihmuar në lidhje me idetë ose për një pjesë tjetër edhe nga ana financiare. Por ndërkohë kjo tregon edhe për disa persona të shenjës së dashit që kanë arritur një standard të mirë ekonomik dhe tregon domethënë fuqinë që kanë, por tregon edhe që përfitimet janë goxha të mira, por edhe shpenzimet janë goxha të larta. Dhe pastaj shohim këtu që ka fillime të reja nga ana e dokumentave për personat që janë në këtë biznes të ri, me fillimin e këtij biznesi të ri, ndoshta janë duke bërë një sër dokumentash në lidhje me këtë biznes dhe këto janë dokumenta që do bëjnë në rrugë shtetërore. Për disa persona të tjerë mund të jenë disa dokumenta, ndoshta janë duke punuar jashtë shtetit dhe nevojiten disa dokumenta që do bëhen në rrugë shtetërore, ndoshta mund të jetë një leje qëndrimi, një leje pune apo diçka tjetër, por janë duke filluar, janë në hapat e para për të filluar këto dokumenta. Dhe në qendër të leximit, në mesin e muajit, shohim që disa persona të shenjës së dashit kanë arritur një standard ekonomik, kanë pasur disa të ardhura të mira dhe disa prej tyre ndoshta mendojnë që të ndihmojnë një person të shenjës të familjes së vet që ka nevojë. Për disa persona të tjerë mund të jetë një person i shoqërisë së tyre, por një pjesë tjetër ndoshta është edhe duke bërë një lloj bamirësie në persona që janë në nevojë. Dhe për beqarët kjo tregon që në javën e parë, tham në fillim të muajit, tham që kanë krijuar një lloj stabiliteti ekonomik dhe janë duke menduar për një njofje të re. Dhe këtu në mes të muajit shohim që personat janë ndoshta të interesuar për një njofje, por dua ta japin atë dashuri aty ku e meritojnë, tek një person që e meriton. Me katrën e shkopinjve shohim që mbas kësaj pune kaq të madhe që kanë bërë, mbas hapjes së këtij biznesi dhe ose për persona të tjerë mbas një pune të dytë, personat mendojnë që nëpërmjet kësaj pune të krijojnë një lloj stabiliteti në këtë biznes ose në këtë punë të dytë ose në këtë punë të re që kanë filluar. Dhe shohim këtu që kërkojnë të hedhin themele të forta në lidhje me këtë biznes. Ndërsa për beqarët që ndoshta mendojnë që të bëjnë një njofje të re, tu shohim që
kërkojnë të bëjnë një njohje të re ku të krijojnë një stabilitet në jetën e tyre dhe ndoshta të hedhin themelet e një shtëpie dhe duke krijuar një stabilitet edhe në dashuri, sepse kanë punuar shumë fort dhe kanë krijuar pak a shumë një stabilitet ekonomik. Dhe këtu kemi me kartën e drejtësisë, shohim që shumë persona, ndoshta persona që janë jashtë shtetit, ndoshta në Europë, janë duke menduar për të filluar këto dokumentat në rrugë shtetërore. Për personat e tjerë që kanë lidhje me këto biznese, përsëri kërkojnë të bëjnë këto dokumentat, një sër dokumentash që kanë lidhje me shtetin, por ka dhe persona të tjerë ndoshta që kanë lidhje me gjykatat, me drejtësinë dhe mund të jenë në gjyqe dhe këtu janë duke filluar disa dokumenta në lidhje me këto gjyqe që mund të kenë. Dhe në fund të muajit shohim që disa prej personave që kanë punuar shumë fort në fillim të muajit, personat që kanë hapur këtë biznes, ose personat që janë duke bërë dhe këto dokumentat ndoshta në vendet huaja, shohim që ndihen shumë të lodhur nga gjithë këto procese që kanë ndodhur deri në këto momente dhe në fund të muajit, janë duke u menduar, shohim që kanë nevojë të qetësojnë sepse ndihen shumë të lodhur. Një pjesë e tyre mund të ketë nevojë edhe për t'u qetësuar nga ana shëndetësore, ndërsa pjesa tjetër mund të ndodhi që mund të ketë edhe nevojë për shërbime mjekësore në këtë periudhë në fund të muajit, prandaj duhet kujdeseni edhe për shëndetin. Dhe në fund të muajit, personat që kanë dëshiruar të bëjnë një njohje dhe të krijojnë një bazë të fortë në këtë njohje, shohim që po hynë në një njohje. Këtu bie një kup shumë e bukur emocionale, është një person që mund të jetë në shenjuj me këtë kup shumë të bukur që po dhuron, është një dashuri e pastër dhe këtu kemi fillime të reja në dashuri me perandoreshën. Karta e perandoreshës simbolizon fillime, simbolizon veprim dhe zhvillim. Për personat që janë në këtë që do fillojnë këtë njohje, kjo do jetë një njohje me baza shumë të forta dhe do jetë një njohje që do shkojë deri ndoshta në martesë, sepse kjo është perandoresha simbolizon zhvillimin dhe edhe mirësinë dhe edhe dashurinë. Dhe shohim për personat, për çiftet që janë në një marrëdhënie, shohim që ndoshta janë duke dëshiruar një shtatzani, mendoj që deri në fund të muajit do kenë fillimin e një shtatzanie. Për personat që dëshirojnë të bëjnë këto fillime të reja nga ana e punës, dhe ata do kenë zhvillime shumë të mira në drejtim të punës, në drejtim të biznesit, por dhe për personat që kanë lidhje me këto dokumenta, ndoshta jashtë shtetit, me një punë jashtë shtetit, për qëndrim leje, apo ndoshta edhe për një leje pune, që do bëjnë gjitha në rrugë shtetërore, këto do kenë një zhvillim dhe një ecuri shumë të mirë. Për çiftet që janë të martuar, kjo kartë simbolizon dashurinë, respektin për njëri tjetrin dhe zhvillimin e kësaj marrëdhënie edhe më tej. Dhe këtu kemi dyshin e kupave është në shenjën e luanit, për beqarët të tregon këtë shkëmbimin e kupave ku në fund të muajit patën këtë njohjen me një person tjetër. Për personat që janë jashtë shtetit, kjo mund të jetë një njohje ku ka të bëjë me një person të një kulture, të një kombi tjetër, të një kulture tjetër, dhe për personat të tjerë mund të jetë që kanë fe të ndryshme, mund të jenë 2 persona me fe të ndryshme, por mund të jenë dhe 2 persona nga vende të ndryshme. Ne shohim këtu që është një lidhje shumë e bekuar, kjo është një njohje shumë e bukur ku personat shkëmbejnë kupat e njëri tjetrit me njëri tjetrin. Ndërsa në rastin e personave që kanë filluar këtë biznes ose një punë tjetër, kjo ka lidhje me partneritetin. Ndoshta në këtë biznes që kanë filluar, po futen në një partneritet për ta zhvilluar akoma dhe më shumë këtë biznes. Dhe
shohim që janë duke e festuar këtë gjë. Janë duke e festuar. Këtu tham që në javën e tretë për personat që janë në këtë biznes tregon që mund të jenë duke plotësuar dhe disa elementë të tjerë në biznesin e tyre. Është duke u qetësuar dhe duke menduar për të shtuar dhe disa elementë të tjerë në biznesin e tyre. Dhe ndoshta edhe në këtë, duke menduar edhe në lidhje me këtë partneritet, ndoshta për të pasur një zhvillim dhe një ecurim më të mirë të punës së tyre. Dhe shohim që ky biznes që kanë filluar, kjo punë e re apo çfarë do lloj gjëje tjetër që mund të kenë filluar në këtë muaj tetor, shohim që personat e shenjës së dashit janë duke e ndjekur këtë idenë e biznesit dhe të punës dhe janë duke marrë ato përfitimet e para, ndoshta jo të mëdha, të vogla, por janë duke marrë përfitimet e para. Ndërsa për disa persona të tjerë janë duke pasur këtë ide biznesi, por i shoh që janë pak të ngecur dhe sikur nuk po hedhin akoma ato hapat e para. Atëhere, ky ishte leximi për muajin tetor të vitit 2022. Kush e gjen veten tek ky lexim, le të bëj subscribe. Miropafshim, të gjithë ju të shenjës së dashit.